ndryshimet klimatike janë diçka që nuk mundemi me injoru mo, nuk është diçka e largët ose abstrakte, është diçka e pranishme dhe që jemi të përjetu çdo ditë që jetojmë në këtë vend, në Kosovë dhe në botë. Në këtë kontekst është shumë e rëndësishme me diskutu dhe me mendu a jemi të gatshëm me diskutu këtë temë, po edhe me përballu këtë çështje. A janë të gatshme institucionet tona me parandalu ose edhe me menaxhu fatkeqësitë natyrore që vijnë për shkak të ndryshimeve klimatike, edhe a kemi mekanizma të qarta për me menaxhu këto ndryshime klimatike. Faleminderit shumë Preventit, Institutit Prevent, që i kanë hulumtu dhe jemi këtu për me diskutu këto çështje, për me analizu kapacitetet institucionale të Kosovës për me u përballu ndryshime klimatike dhe me fatkeqësitë natyrore. Ky dokument nuk është vetëm një reflektim për situatën aktuale, po edhe për hapat që duhet me ndërmarr ne si shtat për me u përballë me këtë temë. Ndryshimet klimatike nuk janë diçka që mundemi me menaxhu ose me u përballë me to individualisht, është diçka që duhet me u përgatit dhe me u koordinu qeverit, bizneset, shoqëria civile dhe qytetarët. Në këtë drejtim edhe fondacionet e shoqërisë së hapur në Ballkanin Perëndimor janë duke punu në njërë nga 3 programet që është për tranzicionin e drejtë dhe të gjelbërt, e cila kryesisht merret me tranzicionin e gjelbërt të energjisë, po si rrjedhoi, domethënë i prekim edhe të gjitha temat që lidhen me të, si ndryshimet klimatike, mbrojtja e ambientit, menaxhimi i ujrave edhe çka do tjetër që mundet më ndërlidh me energjinë e gjelbërt. Kosova gjithnjë më shumë po ballafaqohet me pasojat e ndryshimit të klimës, nuk është me çështje që e tha Adeja, a kemi ndryshime apo përjetojmë ndryshime, çështja është se si kemi me u përgjigj ndaj këtyre ndryshimeve, qoftë në parandalim, qoftë në reagim. Dhe e treta, ne jemi nisë me hipotezën që Kosova nuk ka kapacitete institucionale të mjaftueshme për të përballë me këto ndryshime që kisha më thonë shpejta të klimës. Gjetët kryesore i kemi paketu në 4 në raport, në draft raportin që keni mujt me e pa përmes QR kodit, nëse dikush nuk e ka të qasshëm QR kodin, mundemi mi o përcjell kopje fizike. Janë këto, kemi sistemet të reagimit të cilat mungojnë në kuptimin që nuk ka burime dhe kapacitete të mjaftueshme teknike dhe resurse njerëzore të përgatitura për reagim ndaj fatkeqësive natyrore. Kemi koordinim të dobët ndërinstitucional në nivelin qendror, por edhe të dobët në nivelin nacional dhe lokal, kur vije fjala tek hartimi apo funksionalizimi i mekanizmave për mbikëqyrje dhe veprim. Për ma saktësisht do kemi një pjesë tjetër të prezantimit. Korniza strategjike, ndonë se Kosova ka të konsoliduar një kornizën strategjike dhe ligjore deri në një masë të kënaqshme. Ajo që ka mungon është mekanizmat e zbatimit, kapacitetet prap dhe aspekti i monitorimit të zbatimit të kornizave, të strategjive sektoriale dhe SKZ-s. Kemi të dhëna empirike dhe shkencore në raport me ndryshimet klimatike dhe rritjen e temperaturës. Kemi pas në vitet e fundit valë më dhate të nxehtit, të cilat kanë shkaktuar thatësia të shumta, e që për pasojë kanë prodhuar një mori problemesh tjera të tipit, kemi pas rendiment më të vogël bujqësor, është ndal cikli i prodhimit në bujqësi, kemi pas shkurtime të furnizimit me ujë të pijes e kështu me radhë. Në vitin 2024 kemi pas mbi 100 raste të zjarreve në pyje kryesisht me mal. Për to në shumicën e rasteve është kërkuar intervenimi KFOR-it. Kemi shtrëngata dhe slujit, të cilat ballafaqohet Republika e Kosovës, sidomos komunat, e në të 2 raste në përmbytjet dhe shtrëngatat, kur flasim për përmbytjet dhe shtrëngatat, kemi raste me fatalitet, që kanë qenë si pasojë e asaj që përmendëm më herët, mungesës njohimeve të zyrtarëve komunal apo ndërgjegjësimit të zyrtarëve komunal për lejet në ndërtimit të cilat janë për moskujdesin në nivelin komunal në raport me
ndaj shtatit të lumejve dhe lumejve në pjesë urbane kryesisht e kështu me radhë. Kosova nuk e ka një pasqyrë të qartë të rreziqeve dhe mënyrave për të përgatitur për to. Kemi kapacitete të kufizuara për reagim ndaj fatkeqësive natyrore, probleme me menaxhimin e përmbytjeve, zjarreve dhe ndotjes së ujrave, përmenden më specifikisht. Kemi mungesë të strategjive për rikuperim pas fatkeqësive. Këtu mundemi më ndihmu nëse ka një lëvizje aktualisht. Dhe planifikimi i pamjaftueshëm për reagim emergjent. Kosova mund të ketë vështirësi në rikuperimin e shpejtë dhe efikas pas përmbytjeve. Shembujt e fundit na kanë treguar, ndoshta si vlerë për diskutim, përmërsisht që është iniciuar një plan për rimëkëmbje pas përmbytjeve, vlera alokune dhe ndomja përgjegjësive ndërinstitucionale ka çalu shumë. Rrjedhimisht ka shku shumë kohë derisa të gjithë qytetarët kanë mujt me e prek, ose shteti ka mujt, institucionet shtetërore kanë mujt me e prek nevojën e qytetarit pas fatkeqësisë. Mungesa koordinimit efektiv mes qeverisë qendrore dhe nivelit lokal përmendet edhe në raportin 2023-s me theks më të vogël në vitin 2024. Kemi vonesën në reagim dhe ndërhyrje të pa organizuar. Edhe kemi një mungesë të një sistemi të paralajmërimit publik për emergjenca, early warning system, me çka kuptova Agjencia për Menaxhim të Emergjencave veç është duke diskutuar prokurimin për ta vendosur në prokurim publik këtë mekanizëm dhe këtë sistem. Çka është më rëndësishme është që BE-ja inkurajojnë Kosovën që të marrë pjesë në të gjitha mekanizmat rajonal dhe ndërkombëtar që kanë të bëjnë me mbrojtjen civile, po Kosova nuk është pjesë e njërin prej mekanizmave kryesor kyç të Bashkimit Evropian apo UCPM-it ose mekanizmit të mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian. Kjo jo për fajin e Kosovës deri diku, po për fajin për shkak të 5 shteteve mosnjose të Republikës Kosovës, parasysh se kërkohet vendim unanimitet në këtë mekanizëm në një. Edhe dyta, nëse do donim sot, nëse sot do na pranoni të 5 shtetet mosnjose të BE-s, prapë do kishim shumë gjece për antarësim për çështje teknike, parasysh që do diskutojmë tash. Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave nuk i plotson kriteret për të bërë pjesë e UCPM-it me aq shpejtësi, i cili është institucioni kryesor përgjegjës për menaxhimin e rasteve të katastrofave natyrore dhe situatave emergjente në Kosovë. Duhet të konfirmohet edhe një herë, po në bazë të intervistave që kemi pas, OMEA ka një staf për 720 pjesëtarëve që nuk kupton staf teknik, staf operativ, në kuptimin e zjarrfiksve, stafin menaxherial, stafin teknik, stafin administrativ. OMEA përveç zjarrfiksve nuk ka ekipe të dedikuar për kërkim shpëtim në zona urbane, malore ose në situata të tjera të specializuar, përveç një ekipi të vogël për shpëtim dhe evakuim në ujëra të cekta. Edhe në këto raste mungojnë zhytësit profesionistë të certifikuar, për çka OMEA kompenzon shpeshherë me bashkëpunime me shoqata të zhytësve kryesisht në rajonin Mitrovicës. Nuk ka pajisje të paktën në kohën është bërë ky ulëmtim për evakuim në ndërtesa të larta apo mjete të specializuar për këtë, si dhe nuk ka helikopter për përdorим në rast të emergjencave civile. FSK është një institucion relativisht mirë i përgatitur për përballje me katastrofat natyrore. Po çka i mungon FSK-s ndër tjera përgjithsisht nëse flasim, i mungon një ekip i specializuar për ndërhyrje ajrore apo kërkim shpëtim ajror. Në sensin që nuk ka mjete, nuk ka helikopter, edhe për këtë, ma herë që përmendëm zjarret që kanë rënë dhe KFOR-in që kemi kërkuar ndihmë, edhe këtu shpeshherë FSK-ja ka kërkuar ndihmë prej KFOR-it për shkak të pajisjeve dhe mjeteve në dispozicion që ka KFOR-i. Mos zhvillimin e do të thotë paralel me të gjitha institucionet tjera të Kosovës e ka përcjell problemi politik i cili ka qenë trupat e mbrojtjes së Kosovës në një mision që është has do të thotë në dualiza me misionin që e përfaqësoi. Pastaj FSK-ja deri në 2018 kur mori mandatin përmes ligjit si forcë e sigurisë të Kosovës në aspekt ushtarak dhe tani faktikisht AMEA ka dalë në sipërfaqe mbas misionit të saj, sikur që përshkruhet, që është një lloj ombrelle e menaxhimit të emergjencave në nivel vendit, e cila funksionon mbi bazën e 4 ligjeve që dëshmon se është një mision shumë i rëndësishëm në
Republikën e Kosovës, por edhe në shtete tjera cilat ja din do të thotë mandatin dhe e mbështesin për më u zhvillu me kry mandatin sa më mirë. Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave po ju them që në bazë të kapaciteteve cilat i ka aktualisht, me të gjitha institucionet tjera e ka dëshmuar në një rast faktik që edhe bota hasi në vështirësi për ta menaxhuar COVID-19. Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave në bazë planit të reagimit kombëtar ka vepruar, i cili është i përditësuar tash plani i reagimit kombëtar vjet, është aprovuar, edhe e ka kryer mandatin e saj bashkë me të gjithë reaguesit në nivel të kënaqshëm, ta them, duke u vlerësuar prej institucioneve ndërkombëtare që janë brenda në Kosovë, dhe kjo nuk do të thotë që na do të jemi të kënaqur, por gjitha këto vrejtë të cilat i elaboruat qëndrojnë, dhe AMEA tani bazë mandatit cilin e ka është duke punue ngusht në 5 fusha në nivelin e vetë, përpos dokumenteve bazë, cilat janë të aprovuara, të përditësuara, do të thotë është të përgatit edhe dokumente tjera bazë për parandalim, mbrojtje, zbutje, reagim dhe rimëkëmbje. Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave njësi të reaguese nuk i ka pas pikërisht për atë që elaborova në fillim, sepse i kanë pas trupat e mbrojtjes Kosovës njësi të përkatëse, cilat tani AMEA ka përgatit dokumentet rregulloren për krijimin e njësive cilat i potencuat, cilat shpresojmë se gjatë këtij viti do të fillojmë të zhvillojmë ato 3 njësi, edhe në bazë të nevojave dhe kërkesave cilat ka dhe rrezikeve cilat mund të kemi, do të thotë mund të fuqizojmë ato, edhe kemi mbështetjen e plotë të qeverisë, dhe shpresojmë shumë shpejt që brenda 1 viti, 2 viteve AMEA do t'i ketë edhe njësi të reaguese.